dhe të sherrit janë risit, bidatet, ato qënë në humbje, e humbja qënë në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga i në mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, do të flasim për një temë me të cilën ballafaqohemi thuj ore dakik, në secilin sekund apo më tepër në secilin minut. Për arsye se besimtari në këtë botë sillet herë nëpërmjet mirësive të Allahut subhanahu wa taala, nëpërmjet veprave të mira, por herë edhe nëpërmjet atyre të këqijave dhe mëkatet. Siç e dim sot, por edhe më herët, sprovat, mëkatet kanë qenë të përhapura jo vetëm sot, edhe më herët. Por nuk duhet një gjë të tillë ne të argumentohemi, për arsye se edhe veprat e mira, mashallah, punët e hajrit, rrugët e mira të bereqetshme, edhe ato janë të shumta në këtë botë. E Allahu subhanahu wa taala dikont e mbështjell me mirësinë dhe mëshirën e tij dhe e mbron prej mëkateve. Por tjetrin Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet urtësisë së tij e lëshon dhe ai bën mëkate. Prandaj secili prej nesh, prej kur del nga shtëpia e tij deri kur kthehet, ballafaqohet me lloj-lloj sfida, me lloj-lloj mëkate, me shikime, me gjëra tjera, e kur vjen tek shtëpia ose është fitimtar, është mbrojtur prej mëkateve, apo është mëkatar. Por pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ai nuk vdiq derisa ummetit të tij ja mësoi dhe ja tregoi çdo gjë që është e hajrit. Por të njëjtën kohë sallallahu alaihi wasallam nuk u nda nga kjo botë, vetëm se ummetit të tij besimtarve edhe ato i lajmëroi dhe ja u mësoi çka janë edhe vepra të këqija. Prandaj me një hadith cilin e ka nxjerrë Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij dhe thot hadithi është i saktë, e ka nxjerrë këtë hadith nga disa sahabi, nga Abu Dharri dhe Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Shiqoni vëllezër, ki hadith thujna i bën të qartë temën e sodit. Tema e sodit është vlera e punës së mirë pas asaj të keqes. Vlera e sevapit pas mëkatit. Në këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç thashë ka nxjerrë Tirmidhiu nga disa sahabi, nga Abu Dharri dhe Muadhi, këto thonë se i dërguari Allahut ka thonë ittaqillaha haythuma kunt. Ki frikë Allahun ku do që t'jesh. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. E pastaj Muhamedi a.s. e këshilloi Muadhin dhe i tha, spari ki frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Besimtari duhet me pas frikë Allahun gjellëshanu. Por frika ndaj Allahut gjellëshanu vëllezër, kjo nuk e bën besimtarin të pagabushëm, për arsye se ato vepra janë të caktuara. E ne bëjmë mëkate. E atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shiqoni një prej sahabive të tij, prej më të dalluarve, shi e mëson, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. E i tha çdo herë kur gabon dhe bën një mëkat të keq, pas atij bën një vepër të mirë. Ajo vepra e mirë do ta shlinë veprën e keqe. Shumë qartë thosh, nëse dikon të ke ofendu, merri falje. Nëse ke bërë një vepër të keqe, përpiqu pas asaj të bësh një vepër të mirë. E ajo vepra e mirë do të jetë shkak që do ta shlinë veprën e keqe. Nëse nuk ka të bëne me robin, me njerëzit njëri me tjetrin. Ma në fund t'i tha, wa khaliqin nase bi khuluqin hasan. Me një hadith tjetër vëllezër që e ka nxjerrë Imam Muslimin sahihun e tij, nga Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum thumma la jaa biqaumin yudhnibuna فيستغفرون الله فيغفر لهم. E Muhamedi a.s. shiqoni vëllezër hala ma detaj, ju drejtu shokëve të tij, generatës më të mirë. Kur themi shokët e Muhamedit a.s. kanë qenë generata e artë, diamant,
Nuk ka të bone fjalë vetëm prej kohës Muhamedit a.s. Prej sa ekziston njerëzimi, pas profetëve dhe dërguarve të Allahut, krijesa më e mirë e Allahut në tokë janë shokët e Muhamedit a.s. Fillim prej Ebu Bekrit e tjerët me radhë. E Muhamedi a.s. i tha, në hadithin që e ka nxjerrë Imam Muslimi nga Ibn Mesudi, lau lem të dhnibu, si kur ju kur mës të kishi bo mëkate. Me thonë, mëkate e ka pas qëllimin tu edhe të mëdhaja edhe të vogla. Çka do të ndodhte? La dhahaba Allahu bikum. Atëherë Allahu xhelleshanu do t'ju largonte juve. Çka do thotë do t'ju largonte? Do t'ju hiqte nga rruzulli i tokës. Wa la jaa bi qaumin. E Allahu do të sjellte një popull tjetër. Fe yudhnibune fe yastaghfirun Allah fe yaghfiru lahum. E Allahu do të sjellte një popull tjetër që ato do të bëshin mëkate, e do të kërkojshin falje nga Allahu. E Allahu do t'ja falte atyre mëkate. Do të thotë si kur ju mos bojshi gabime, ma nuk do t'ishi njerëz insan që haron, do t'ishi diçka tjetër. E ju me qenë njerëz edhe mos me gabu, nuk shkon. E Allahu do t'ju shlinte, do t'ju shduk të ju e do t'binte një popull tjetër, që ato do t'bojshin mëkate, e do t'kërkojshin falje prej Allahu xhelleshanu, e Allahu do t'ja falte. Ki hadith vëllezër mos mendon dikush se ki na nxet ne hajt bëjmë mëkate, se vallahi që edhe Muhamedi a.s. na pas ka tregu të bëjmë mëkate. S'bën pa mëkate, pa tjetër të bëjmë. Jo, ai që bën kësi lloj mëkate me paramendim pikpi që është ditën e gjykimit para Allahut, ai bën tradhti. Qëllimi çka është? Kur të bëjmë mëkate mos me humb shpresën, por më njëherë me u drejtu Allahut subhanahu wa taala, me u drejtu Allahut subhanahu wa taala dhe me kërku nga ai falje, me kërku nga ai falje. Mos me elon toben, pendimin, mos me elon vonë, por me njerë me u kthi tek Allahu xhelleshanu. Por vëllezër, edhe pse thash nga Ibn Mesudi, tash më kujtu, hadithin e ka nxjerrë Imam Muslimi nga Ebu Huraira, kurse hadithi tjetër që vjen e ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mesudi. Shikoni vëllezër, ki hadith është akoma më interesant. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, enne rajulan أصابت من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية. Tash tregon Ibn Mesudi një person, dhe më thonë ka qenë një prej sahabive. Atje dikund, së në mbajti veten, në treg, i vetmur, e puthi një grue. Ti e puthi atë gruan. Pastaj e pa se ka bo mëkat, erdh ku? A u fsheh? Erdh te Muhamedi a.s. ja Rasulallah, çështu ndodhi me mu. U veçu mi isha afër, edhe e putha. Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta nazalat hadhihi al-aya. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam heshti derisa zbriti ki ajet. Nuk i tha asgjë. Faqal ayna ar-rajul fada'a bihi faqal. E thiri Muhamedi a.s. këtë personin që e boni këtë mëkat, ku është ai? Tha unë jam, ecta të ko. Dëgjotha çka ka zbrit Allahu ekstra për këtë rast. Wa aqimi s-salata tarafay an-nahari waz-zulafan min al-layli inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Shikojtha çka ka zbrit Allahu. Dhe fale namazin në të diskajet e ditës. Kush janë të diskajet e ditës? Ska i pari ditës kush është? Namazi sabahut. Deri kur? Deri të skau i tjetër i ditës. Kush është? Namazi i akşamit. Dhe me thonë sabah, dreki, qindi i akşam. Wa zulafan min al-layl, edhe në orët e mbrëmje të natës. Namazi i yacis. E pse? Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Për arsye se veprat e mira jon shkak dhe i shlin, i zhdukin veprat e këqija. Dhalike dhikra lidh-dhakirin. Kjo është një kujtim dhe këshill, po për cilën? Për ato që pranojnë këshilla. Ka dikush nuk pranon këshill. E Allah thot: "Wa dhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Me Kur'an këshilloj ato që i frikojnë Allahut. Se dikush e din që si frikojnë, mos u përpiq me Kur'an. Ta këshillosh atë sa e shan edhe Kur'anin. Prandaj jo me si cili bëhet debat, jo dhe si cili këshillohet, dhe jo dhe si kujt i thot ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi. Mos u bëti shkaktar që edhe ai me hin mëkat, edhe ti ta marrish mëkatin e tij. Prandaj thot Allahu: "Dhalika dhikra lidh-dhakirin." Ka janë kujtime dhe këshilla
për ata të cilët pranojnë këshilla. Vëzër, me një hadith tjetër përsëri është muttefaqun alej, e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال تعالى أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي. Tregon Allah, hadithi është kudsi vëllezër, hadithi është i shenjtë. E Muhamedi alayhis salam tër kuptimin që Allahu ka thënë, na i përcjell me fjalët e tija. Thot aznaba abdun dhanban faqal Allahumma ighfir li dhanbi. Një prej robëve të Allahut tregon Allahu për robët e tij ka bërë mëkat dhe tha ora Allah ma fal mëkatin. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dhanban فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. Allahu Gjelleshanu tha, ki robi që ka thërë Allah bona mëkat, ma fal mëkatin. Allahu i tha, ki se kanë dëgju ki robi. Allahu të shtregon, një rob prej robëve të mi ka bo një mëkat. Dhe e diti se nuk ka kush që fal mëkate përveç Allahut, dhe aje merë mëkatin ditën e gjikimit, aje ka kompetencat në dorë, falen apo dënon. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال أي رب اغفر لي ذنبي. Përsëri u kthi dhe boni mëkat dhe tha ora Allah prap bona mëkat, ma fal mëkatin. فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. Përsëri Allahu të njëjtën e tha. Përsëri robim, boni mëkat. Dhe e diti që nuk i fal askush mëkatet përveç Allahut, përveç Zotit subhanahu wa ta'ala. Edhe ai e ka mëkatin dorë, ai gjikon për to ditën e gjikimit. Përsëri përstreti. Thumma ad faqal adhnaba abdi dhanban فأذنب ذنبا فقال أي رب اغفر لي ذنبي. Përsëri boni mëkat dhe tha ora Allah ma fal mëkatin. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به اعمل ما شئت قد غفرت لك. Allahu Gjelleshanu i tha përsëreti, robi im boni një mëkat dhe e diti që askush si fal mëkatet përveç Allahut. Edhe ai ka mëkatet në dorë, bo çka duhesh se ti kon fal mëkatet. Do me thonë çdo herë kur të pendohesh sot Allahu kërko falje. Kërko falje se unë ti fali mëkatet. Një fjalë mirë nga Hasanul Basri rahimahullah i tha një, qila li Hasanil Basri ألا يستحيي أحدنا من ربه يستغفر من ذنبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود ثم يستغفر. I than Hasanul Basriut disa, as ka dikush prej nesh mbare nga Allahu, bon mëkat, pastaj pendohet, bon mëkat, përsëri pendohet, bon mëkat, përsëri pendohet. Hasanul Basri u shiqoni çka i tha, wadda shejtanu لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا الاستغفار. Tha çfarë don shejtani? Që të dërzoheni ju. Ballë më, këto mëkate të bën shumë. Mëkate këto u bën shumë, më vjen bare. Hiç mo, nuk pendohen tek Allahu Gjeleshanu derisa kur vjen fundi e Hasanul Basri u tha çeto e don shejtani. Që këtu shot shejtani ju pret tek kjo pikë që ju të dërzoni, thoni ballma. Ti nuk ke punë vëllezër, ne kena punë me një Allah. Me Allahun subhanahu wa ta'ala i cili është krijuesi i gjithësisë. Ai na ka kriju neve. Ai është mëshirues, mëshirplot. Ai falen mëkatet. Ne nuk kemi të bëjmë me njerëzit. Kur thot ja qite fundin deri këtu merr dhe mo, largo mos mia, si s'du të ti shoh. Ai është Allah subhanahu wa ta'ala. Ai është i but, ai është i urt, ai është durimtar, ai fal, ai e shton afatin. Prandaj vëllezër, asnjëherë mos e humni shpresën nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Çdo herë kur të bëni mëkate pendohuni dhe kthehuni tek Allahu Gjelleshanu. Faman yaghfiru dhunuba illa Allah. Dhe askush nuk i fal mëkatet përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah.